Stresi është një gjendje ku trupi përgatitet për një rrezik të mundshëm, është një parapërgatitje. Për me kuptu sindromin burnout, vlen me cek, është një smundje që ka ndryshime edhe organike. Kortizolin si hormoni kryesor i stresit. Atëherë çka ndodh? Ne punojmë qoftë i sektorit privat, qoftë i sektorit publik. Përballet me një gjendje të stresit vazhdueshëm. Atëherë hipotalamusi i tij që na e lidh sistemin nervor ka tendenca me liru hormone që e nxisin hipofizën, e prej hipofizës gjandrat mbi veshkore që me u prodhu kortizol. Do me thonë shkon një farendi prej sistemit nervor që e percepton si ndjesi një disin stresogen që ekziston në punë, edhe pastaj organ pas organi, duke u prodhu hormonet, vjen deri te kortizoli. Kortizoli na mon në gjendje rreziku, në gjendje gatishmërie. Do të thonë, kur kena kortizol shumë jena në gjendje gatishmërie. Në gjendje gatishmërie. Kjo është njëri prej mekanizmave më të mirë të evolucionit që na kena mujt me mbijetu deri sot. Trohet pyetja, a është mënyra më e mirë që me shfrytzu na këtë mekanizëm për strese në punë, për strese cilat nuk na e rrezikojnë direkt jetën tonë? Atëherë unë mendoj që përgjigjja është që në gjitha momentet kur përballesh me një situatë ku shëndeti është një anë dhe puna në anën tjetër, gjithmonë duhet me zgjedh shëndetin. Me shëndet mundesh me ndrua edhe karrierën, edhe unë besoj që është shumë mirë me ndru karrierën sesa me qëndru me një punë e cila të lodh emocionalisht, fizikisht edhe psikikisht.